Egli pranon dhuratë të ëmbël, por kush ishte dërguesi? Ish finalistja e Big Brother VIP Albania edicioni 4, Egli Tako. Vazhdon të jetë një nga emrat më të komentuar të momentit në showbizin shqiptar. Pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend, ajo ka ditur si të mbajë të gjallë vëmendjen e publikut, duke qenë shumë aktive në projekte dhe mbrëmje muzikore gjatë gjithë verës. Egli është shfaqur në skemë me energji dhe buzëqeshjen karakteristike, duke fituar gjithnjë më shumë admirues. Përveç angazhimeve muzikore, ajo nuk ka munguar as në rrjetet sociale, ku ndan shpesh me ndjekësit momente nga përditshmëria, duke mbajtur të pandërprer lidhje me fansa. Së fundmi, këngëtarja ka surprizuar me një postim që ka ngjallur shumë kuriozitet. Ajo ka marrë një dhuratë të ëmbël dhe të veçantë, të cilën nuk e ka mbajtur vetëm për vete, por ka zgjedhur ta ndajë me publikun. Në foto, Egli shihet e buzëqeshur, duke shprehur hapur gëzimin për surprizën që i ka ardhur papritur. Megjithatë, ajo ka lënë të paqartë një detaj që ka ndezur dyshime e diskutime. Kush është dërguesi i dhuratës? Fansat kanë nisur menjëherë të hedhin hipoteza, disa duke menduar se bëhet fjalë për një admirues të fshehtë, e të tjerë duke aluduar se ndoshta pas këtij gjesti romantik fshihet një lidhje e re. E sigurt është se Egli ka ditur si të mbajë gjallë vëmendjen e publikut, duke e kthyer një gjest të thjeshtë në një tjetër arsye për të qenë në qendër të mediave roz. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.